Dikur në fshatin Kallmet të Lezhës numëroheshin 22 mullinj, prej të cilëve 18 më ujë dhe 4 për vaj. Sot kanë mbetur vetëm 2 ende në këmbë. Deri në vitin 1996 funksionuan 6 të tillë, por ndryshimet shoqërore dhe ekonomike kanë bërë që të braktiseshin pavarësisht se përbëhet një pjesë e rëndësishme të historisë së fshatit. Historiani Zef Toma kujton se mullinjtë e Kallmetit kanë ekzistuar prej shekujsh dhe 9 prej tyre u ndërtuan përgjatë rrjedhës së projit të qershisë, duke u shërbyer jo vetëm banorëve të zonës, por edhe më gjërë, por fatkeqësisht shumica tashmë janë dëmtuar. Dhe nga zonë të tjera vinin dhe malsorët, që nga Perego i Matit edhe nga Mali i Jushit. Këtu. Edhe vinin me kuaj zakonisht malsorët. Si funksionon? Përtuar sipas njohurive të asaj kohe. Kanë punu, në fillim kanë qenë lugu ishe i madh, i mullinit ishe prej drurit, po kuptohet me shumë vështirësi. Fleta mrena, turbina atje, ishte prej drurit, e ishte edhe ajo shumë e vështirë për mullinjgjiun. Më vonë, kur këto mullinj kaluan në përdorim në kooperativën bujqësore, ato u perfeksionin. Lugu i madh i mullinit u bë me beton, arme, kurse fletet u bën prej qelikut, prej lamarine. Edhe kështu, ato funksiononin rregullisht. Për historianin dhe përgjegjësin e trashëgimisë kulturore të Bashkisë së Lezhës, Paulin Zefi, 2 mullinjtë e mbetur pavarësisht dëmtimeve përfaqësojnë një vlerë të çmuar të trashëgimisë së Kallmetit dhe kërkojnë ndërhyrje për të konservuar, ruajtur edhe për të kthyer në atraksione turistike. Aktualisht në gjithë këto mullinj që folëm, gjithë këto monumente që përbëjnë një pasuri të jashtëzakonshme trashëgimisë kulturore, jo vetëm lokale të zonës, por kombëtare, kanë mbetur vetëm 2. Nga të cilët urtën vetëm strukturat morale, por jo të gjitha pjesët përbërëse të tyre, sepse mungojnë shumë pjesë përbërëse. Duke qenë se gjatë periudhës së komunizmit, po edhe në fillimet e viteve të demokracisë, ka pasur ndërhyrje duke bërë punime prej betoni për të përshtatur nevojave të kohës, vetëm ato pjesë kanë mbijetuar, ndërsa gurët e mullirit, lugjet prej drurit, fletat prej drurit etj, një pjesë e madhe prej tyre sot nuk ekzistojnë më. Por gjithsesi, kjo që ruhet, paktën këto 2 mullinj që enden në këmbë, mund të kthejnë atraksione turistike, por do të përfshin edhe politikat rajonale dhe kombëtare për trashëgiminë kulturore. Por asi të tilla, jam i mendimit dhe kretë qëllimi është se këto të promovohen në mënyrë që të ruhen dhe në njëjtën kohë të shpallën e monumentit kulturore, paktën merren mbrojtje paraprake nga shteti shqiptar në mënyrë se të kthehet vëmendja kundrejt tyre dhe një të ardhmë të afërt jo të largët, sepse koha nuk premton, ato duhet të konservohen, restaurohen dhe rehabilitohen plotësisht. Të vetmit mullinj prej Blorje që kanë mbetur janë ruajtur nga pasardhësit e ndërtuesve të tyre, të gatshëm për të përfshirë si pjesë e vlerës kulturore të Kallmetit. Ata mbeten dëshmi e historisë së një fshati të njohur për veshje tipike unike, varietetet e rrushit dhe ullirit që mbajnë emrin e fshatit, si edhe element të tjerë të trashëgimisë së tij.